Territori i Kosovës për datën 25 prill 2026 do të karakterizohet nga moti i qëndrueshëm dhe kryesisht me diell në të gjithë territorin. Paraditja dhe pasditja do të jenë me diell ndërsa vetëm në disa zona do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 19 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:32 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:35 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 7 deri në 18 gradë Celsius, Podujev 6 deri në 16 gradë Celsius, Skënderaj 5 deri në 18 gradë Celsius, Pej 8 deri në 17 gradë Celsius, Prishtinë 8 deri në 17 gradë Celsius, Gjakov 10 deri në 19 gradë Celsius, Malishev 10 deri në 19 gradë Celsius, Gjilan 7 deri në 17 gradë Celsius, Ferizaj 9 deri në 17 gradë Celsius, Kaçanik 8 deri në 16 gradë Celsius, Suharek 9 deri në 19 gradë Celsius, Prizren 8 deri në 17 gradë Celsius,